Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Të nderuar ndjekës Radios Fati, takohemi përsëri në emisionin Bisedat e Ramazanit, ku tashmë u bë traditë e organizimeve tona në kuadër të Bashkësisë Islame në Maltëzi për nder të muajit të bekuar të Ramazanit. Muaji i Ramazanit është muaji i dashurisë, muaji i sakrificës, muaji i paqes, muaji i mëshirës. Është muaji i iftareve dhe takimeve të shumta. Gjithashtu është muaji i qetësisë shpirtërore, ku na thret që të reflektojmë pozitivisht. Muaji i Ramazanit është muaji i Kur'anit të madhëruar, i cili është udhërrëfyes për jetën tonë. Rëndësia e leximit të Kur'anit gjatë muajit të Ramazanit është tema e emisionit të sotëm që do të na elaborojë mualimja e nderuar Brunilda Kajoshaj. Brunilda, bujrum. Së pari ju falenderoj për ftesën dhe ju uroj dëgjuesve të Radios Fati agjërim të lehtë dhe të pranuar, si dhe gjithë besimtarëve kudo që janë. Sot kam zgjedhur të flas për leximin e Kuranit gjatë muajit Ramazanit, e cila është një gjë shumë e rëndësishme. Agjërimi si agjërim është shkollë. Ramazani është një shkollë që përveç se na vetëdijëson, na ndërgjegjëson për veprat tona, për ibadetet tona që do t'i bëjmë gjatë këtij muaji, ai na mëson edhe se kënaqësitë e kësaj bote janë të përkohshme, janë momentale dhe arritja e kënaqësisë së Allahut xhaleshanu është e përhershme. Pra, besimtarët kudo që janë, mundohen që gjatë këtij muaji, përveç se ta agjërojnë, e cili është një obligim nga Allahu xhaleshanu, ata gjatë këtij muaji mundohen që të bëjnë ibadete, adhurime të ndryshme, si për shembull sadakan, të japin sadakat, të ndihmojnë të varfrin, të ndihmojnë jetimat, apo dhikri, përmendja Allahu xhaleshanu, por edhe është një nga ibadetet, adhurimet është edhe leximi i Kuranit. Leximi i Kuranit. Kurani është libri i Allahu xhaleshanu, të cilët ju zbrit profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam përmes melekut Xhibril alayhis salam. Është një libër që lexohet, studiohet, mësohet, përmendsh që nga koha e profetit Muhammed alayhis salam dhe deri në ditët e sotme. Është një libër që mësojmë nga ai, mësojmë nga jeta, mësojmë çka është e drejtë, çka është e vërteta. Dhe përveç kësaj, Ramazani është muaji i Kuranit. Pra, ne si besimtarë kemi obligim që të lexojmë Kuranin gjatë këtij muaji, por jo vetëm në këtë muaj, por edhe në muaj tjerë, por leximi i Kuranit në këtë muaj e ka vlerat e saj dhe rëndësinë e saj sipas traditës profetike si dhe sahabët dhe shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhaleshanu thot në Kuran ne kemi zbritur Kuranin në natën e Kadrit. Pra, për këtë është e rëndësishme që ta përkujtojmë Kuranin në këtë muaj, ta lexojmë ata si dhe të shoqërohemi gjatë këtyre ditëve të bekuar të Ramazanit, të shoqërohemi me të dhe ta kemi pranë, kudo në shtëpi apo në vende pune, ta kemi pranë që të kujtohemi, ta marrim dhe ta shpletojmë dhe të lexojmë dhe të mësojmë diçka prej tij. Pejgamberi alayhis salam lexonte shumë Kur'an, ai në çdo situatë dhe në çdo vend ai e përmendte Kur'anin dhe ishte si shoqërues i jetës së tij dhe me qenë se Kur'ani është mrekullia e Allahut xhaleshanu, është libër që lexohet gjatë gjithë vitit, por në këtë muaj leximi i tij duhet të shtohet. Ta shtojmë leximin e Kuranit gjatë këtyre ditëve. Do më thënë, çfarë duhet të lexojmë gjatë vitit, gjatë ditëve të tjera ose gjatë muajve të tjerë, nëse lexojmë më pak gjatë Ramazanit duhet ta shtojmë leximin e tij në këto ditë. Për rëndësinë edhe vlerën e leximit të Kuranit janë, do më thënë, ato tradita profetike, flasin hadithe, flasin ajetet Kuranit, si dhe kemi shembuj të sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti Muhammed alayhis salam thot në një hadith, agjërimi dhe Kurani do të ndërmjetësojnë në ditën e gjykimit
agjërimi do të thotë, o Zot, ky besimtar a privuar nga pija dhe ushqimi dhe më lejo që të jem ndërmjetësues për të. Si dhe Kurani do të thotë, o Zot, më është privuar besimtari nga gjumi i natës dhe më lejo që të jem ndërmjetësues për të. Pra, profeti Muhammed a.s. i jep rëndësi leximit të Kuranit, pra Kuranit, dhe për këtë na tregon që është ndërmjetësues për besimtarin në ditën e gjykimit. Ai do të flasë sa shumë ose sa herë ka lexuar një besimtar, por jo vetëm që e ka lexuar, por edhe ka vazhduar me gjanat që ka thënë Kurani ose me urdhrat që na ka thënë Allahu xhaleshanuhu në Kuran. Një tjetër hadith i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është edhe besimtari që lexon një shkronjë apo një harf nga libri i Allahut, ai shpërblehet me një sevap, edhe ai sevap shumë fishohet apo bëhet 10 fish. Pra, rëndësia dhe vlera e leximit të Kuranit gjatë muajit Ramazanit është e madhe, duke marrë parasysh shembullin e profetit Muhammed a.s. dhe duhet shtuar me qëllim që njeriu besimtari apo besimtarja të arrijë kënaqësinë e Allahu xhaleshanuhu dhe Zotit të jetë i kënaqur me ne. E nderuara mualime, secili besimtar dhe besimtare dëshiron që të lexojë sa më shumë Kuran edhe mbas Ramazanit, por gjatë muajit të Ramazanit dëshiron që leximin e Kuranit ta shtojë edhe më shumë. Cilat janë ato metoda që duhet të praktikohen dhe njeriu t'i vej në praktik në jetën e tij që gjatë muajit të Ramazanit të lexojë sa më tepër Kuran? Meqense thamë që leximi i Kuranit është ibadet dhe leximi i Kuranit gjatë Ramazanit shton sevapet, atëherë dhe leximi i Kuranit duhet të shtohet. Prandaj çdo besimtar dhe besimtare para se të fillojë Ramazani do të planifikoj se sa shumë do të lexojnë Kuran, që t'ja japim një kohë të saktuar Kuranit. Ne e dim që kemi obligime të ndryshme në jetë, punë, obligime familjare, atëherë dhe shumë herë shohim që kur kalon një Ramazan thëmë nuk kemi bë ata që duhet sa më shumë ta bëjmë. Atëherë për këtë para se të fillojë Ramazani duhet ta planifikojmë. Për shembull, varet se sa Kuran din një person, sa shumë din me lexu ose sa shpejt din të lexoj, por me anë të mundësive që ai i ka, ta planifikoj një ditë të saktuar, për shembull nga xhumaja në xhuma do ta lexoj gjithë Kuranin, nëse është e mundur dhe nëse e ka kohën e përshtatshme për të. Ose ta vendoset të lexoje 4 faqe Kuran pas çdo namazi, domethënë 5 kohët e namazit, mbas çdo namazi ai lexon 4 faqe Kuran, ose 2 faqe Kuran para një namazi dhe 2 pas namazit, ose një xhuz në ditë, meqense Kurani ka 30 xhuza, atëherë i ndon një xhuz në ditë, ose e lexon që thash edhe më përpara, nga xhumaja në xhuma, atëherë e llogarit që janë 4 hatme. Domethënë, një planifikim i mirë që meqense Kurani, ky Ramazani është muaji i Kuranit, edhe duhet t'ja japim hakun Kuranit, duhet ta vendosim sa hatme dua të lexoj unë këtë muaj. Për shembull, nëse vendos një hatme, atëherë e vendos një xhuz në ditë që mbaron. Nëse do të lexosh më shumë 4 hatme, atëherë vendos nga xhumaja në xhuma. E rëndësishme është që ne si besimtar ta kemi një plan, meqense koha kalon shpejt dhe ti nuk e dallon sa shpejt kalon dhe në fund e shohim kemi humbur. Ti shfrytëzojmë këtë ditë sa më shumë të Ramazanit, jo vetëm me agjërimin, teravit, namazet e gjitha tjera, por edhe me leximin e Kuranit, që këto ditë të jenë sa më të begata dhe të fitojmë sa më shumë sevape gjatë këtij muaji. Cilat do të ishin ato mundësitë për të mësuar sa më shumë leximin e Kuranit?
Po ta krahasojmë Flas për ditët e sotme. po të krahasojmë ditët e sotme me fillimet para 20 viteve, po të themi, mundësit janë të shumta. Do më thanë, në gjitha mezhliset e Malit të Zi, mejtepet, ekzistojnë mejtepet, cilët fëmijët kanë mundësi të mësojnë leximin e Kuranit, po ashtu edhe kurse të ndryshme për leximin e Kuranit, jo vetëm për burra, por edhe për gra, të moshave të ndryshme, gratë të cilët s'kan pas mundësi që të vogla të mësojnë leximin e Kuranit, apo nuk kanë pas mundësi që të vazhdojnë në medrese, në shkollat fetare, nuk kanë pas mundësi që të mësojnë. Atëherë, gati çdo mexhlis i Bashkisë Islame ofron për gratë që të mësojnë leximin e Kuranit, që fillon që nga harfet deri në mësimin e leximit si dhe të rregullave të Kuranit. Ne i shohim se sa të etur janë besimtarë për leximin e Kuranit. E shohim sa janë të etur gratë tona që të lexojnë leximin e Kuranit, dhe janë të moshave të ndryshme, edhe ka që gra që arrin edhe deri në 70 vjet, që ka dëshirë dhe ka vullnet që të lexoj Kuran. Kjo na tregon se sa i bukur është Kurani. Është një mrekulli që Allahu xhaleshanu na e ka dhënë, dhe njeriu me të e qetëson shpirtin e tij, e ushqen shpirtin e tij dhe gjen qetësi, dhe gjithmonë besimtarët janë të etur për atë gjë. Po të shohim, me qenë se punoj edhe me gratë të cilat janë moshë të shtyër, edhe ti kur ishe duke u munduar të lexojnë Kuran, e kanë vullnetin, e kanë dëshirën e madhe që të vazhdojnë, dhe në fund i arrin qëllimin. Do të thonë, ata dallohet se si njeriu i cili ka dëshirën e madhe për të lexuar Kuran, edhe dashurinë për Kuranin, edhe besimin normalisht që të shtyn që ti të bësh diçka për hir të Allahut, edhe të bën që ti të fitosh sa më shumë sevape dhe të arrish kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. E dallon që mundet njeriu në çdo lloj moshe, s'ka rëndësi mosha, mjafton vullneti edhe besimi që të shtyn që ti të mësosh një gjuhë që nuk është gjuha jote, disa shkronja që ty duken çuditshme në fillim, por e arrin, gjithçka arrihet me vullnet dhe dëshirë, edhe me besim në Allahun xhaleshanuhu. E nderuara mualime, ne të falenderojmë që ishit pjesë e misionit Bisedat e Ramazanit, dhe shpresojmë që të gjitha këto porosi dhe mesazhe që i përçove tek ne dhe dëgjuesit tanë të jenë dëmbëprurës për ne, për familjet tona dhe për mbar shoqërinë. Të nderuar ndjekës të radios Fatih, me ju në studio ishte mualimja e nderuar Brunilda Kajoshaj dhe unë Sahiba Goga Dacic. Ne ju falenderojmë për vëmendjen e treguar dhe lutim të Madhin Zot të ju begatoj me mirësitë dhe begatit e muajit të begat të Ramazanit.